Nga themelet e qytetrimeve të hershme tek gjurmët që koha nuk arriti t'i fshij. Çdo gur ka një histori, çdo rrënoj një kujtesë. Ta në kanë fillu njerëzit me morë gur për këtu. Ky është emisioni që zbërthen heshtje në shekujve, që rikthen zërat e lashtësisë. Është një kalo, po është e vjetër shumë. Sa do është, çfarë mure po, nuk di. Në gjurmë të të shkrimeve. Mund të thosh se arkivi në kuadrat e bibliotekave janë shumë mirë të ruajtura. Domethënë jashtëzakonisht edhe arsyeja pse Britania e Madhe ka shumë materiale për shqiptar, për arsye se ka qenë perandori, ka pas përfaqësues diplomatik gjithandej në vendet, domethënë sidomos në atë kohë perandorisë osmane dhe për këto kanë krijuar një fond dhe kanë raportu për problemet që kanë pas shqiptarët. Gjatë kërkimeve të tij, ai do të haste për herë të parë në një pasuri të jashtëzakonshme dokumentare për historinë shqiptare. Pra, kemi të bëjmë me një fond pothuajse të pafund dokumentesh, aq sa nuk do të mjaftonte as jeta e disa studiozëve për të punuar të gjitha, thotë Bejtullah Destani. Ai thekson se shumë prej këtyre dokumenteve mbeten ende të pastudiuara, por digitalizimi po hap mundësi të reja për kërkuesit në mbar botën. Shumë ka. Vetëm në Angli sa ka fond, domethënë për t'ia kushtuar gjithë jetën, domethënë nuk mjafton as jeta ime, as jeta e disa studiosëve, një person individë të tjerë, domethënë çfarë ka. E pamundshme është. Është e çuditshme. Ka me qindra mijë dosje, domethënë që si ka prekur askush fare. Janë të paprekura? Po, ka shumë materiale që janë pa studiume dhe ka edhe është gati kjo. Fati mirë tani me digitalizimin e materialeve. Kanë filluar domethënë në këtë plan Gjermania është para vendeve, Vatikani, edhe Italia, Franca, Amerika naturisht. Tani mund të studiohen edhe pa shkuar atje. Vetëm a ke durim edhe a ke një farë paraprgatitje se si do të ketë çështja ndaj arkivave me dokumentave. Pjesa më e madhe e punës së tij është përqendruar në shekullin XIX, një periudhë vendimtare për historinë shqiptare. Ai për shembull ka mbledhur raporte diplomatike britanike për lidhjen e Prizrenit, të cilat pritet të botohen së shpejti. Unë kam qenë interesuar shumë për problemin e shekullit XIX dhe gati mund të them që e njoh bukur mirë shekullin XIX. Problemet e
kohës Ali Pashës deri te lidhja e Prizrenit dhe lidhja e PS. Lidhja e Prizrenit, e kam përgatit një botim, besoj se ose këtë vit ose vit tjetër do botoj, ti kam nxjerr gati gjitha botimet, gjitha raportet e konzujve dhe ambasadorëve që kanë raportu për lidhjen e Prizrenit. Do ta dini një fakt se qeveria Britanisë Madhe në atë kohë ka pas konzulat në Prizren, ka pas konzulat në Selanik, ka pas konzulat në Shkodër, ka pas ambasadë në Istanbul. Gjitha këto konzulatat kanë raportuar ambasadorit në Istanbul. Në këto dokumente nuk gjenden vetëm ngjarje politike, por edhe histori njerëzore. Destani sjell shembuj të peticioneve, ankesave dhe intervistave me banorët vendas, përfshirë edhe një intervistë të njohur të një politikani britanik me rilindasin Konstantin Kristoforidi. Një nga temat më të ndjeshme që dalin nga arkivat është ajo e skllavërisë në shekullin XIX. Ka pas raste në Vlorë, Shkodër, Berat. E keni pa në për dokumente? I kom nxjerrë materialet, po. Qa shkruan aty? Shembull është një rast që një sklave që ka qenë nga Sudani, ka qenë një familje shkodërane në vitin 1867. Pronari dhe bashkëshortja e pronarit e kishin keq trajtuar, jashtëzakonisht shumë. Ajo zbathur ikën dhe shkon në konzulatën britanike në Shkodër. Dhe për aty konzulata bon një raport për këtë rast. Se si është keq trajtuar një person që ka qenë sklave, dokumenti është i vitit 1867, po ka dokumentat më të hershme. Si kështë të përfunduar njeriu aty në atë familje? E kanë ble në një treg. Ashtu ka ndodhur atë? Ka pas edhe atëherë. Ka pas trege për shitjen e sklavëve dhe kanë ble, njëse pas kanë ble, kanë përdorur për fuqi punëtor, për pas shumë ka pas raste. Ka pas raste kryesisht familje që kanë pas nivel ekonomik më të mirë. Fenomeni i skllavërisë shfaqet edhe në zona të tjera, përfshirë Kosovën dhe qytetet bregdetare. Një ndër rastet më të mëdha evidentohet në Ulqin, ku një numër i madh sklavërish të mbetur pa ushitur përfunduan duke u integruar në jetën lokale. Edhe Kosovë ka raste, kam Prishtinë edhe, po kryesisht janë në vendet bregdetare. Ka qenë Ulqini, Tivari, Durrësi, Vlora sidomos, po kryesisht familje që kanë pas natyrisht një status ekonomik më të mirë. Apshe, është një shenjë që të mbetet në histori. Po. Më thonë, si të regim është interesant, nuk ka pas e publik tjerë, ka pas vetëm të familje greke ka pas, po të shqiptarë kryesisht ka pas ma. Se kanë pas mundësi se tregtarë që kanë marrë, kanë shit, kanë qenë kryesisht prej Ulqinit ose prej Vezës ka pas, edhe prej Durrësit, që kanë shkuar në vende ku ka pas mundësi me marrë, me bleskëllë, dhe kanë marrë i kanë shit. Në trojta tona. Është një interesant, po, dhe më thonë, zakonisht kjo në Evropë është shumë e njohur, që ka pas shumë që kanë ble dhe kanë keq trajtuar. Te shqiptarët janë raste individuale. Rasti më i madh që ka ekzistuar është në vitin 1883, në Ulqin janë kon 335. I kanë pru shit dhe faktikisht nuk janë shit fare, kanë ngel aty, edhe fëmijë dhe vajza dhe djemnë dhe kështu më shumë kanë qenë. Edhe kanë ngel aty Ulqin është janë bobanor. Jo bobanor, po. Janë integruar dhe ka qenë një rast që Në një tjetër dokument paraqitet shkuarja e mbretit Zog në Londër gjatë vitit 1939. Ka qenë një dokument për mbretin Zog. Ardhja e mbretit Zog në Londër në vitin 1939, domethënë dhe vendosja e këtij në raportet qeverisë britanike, të cilë mbretin nuk e kanë pritur si mbret, dhe kanë pas një distancë. Për arsye se qëndrimi i qeverisë britanike ka qenë që mos të përkrahet për momentin mbreti Zog, se nuk dihet ato kthehet si mbret.
Shembull ka qenë një takim me shoqata, Zogu kërkon takim me shoqatën anglo-izraelite për ta ndihmuar Zogun që të kthehet në Shqipëri prapë dhe ata kanë pas shumë lidhje me establishmentin britanik. E pyesin Ministrinë e Jashtme, kjo shoqat, a do të kthehet ky si mbret apo jo? Përgjigjja e mbretit e Foreign Office-it është se nuk garantojmë se ky mbret i Zog do të kthehet si mbret në Shqipëri, kështu që kjo është vendimi jonë dhe ata nuk e qenë më aty problem, nuk merren me. Edhe atë dokumente keni parë? Po, e kam parë, ka dokumenta shumë. Një kapitull i rëndësishëm i dokumenteve lidhet me muhaxherët, shqiptarët e dëbuar nga trojët e tyre. Materialet tregojnë për qindra vendbanime të prekura dhe për një proces të dhunshëm shpërngulje që konsiderohet ndër rastet e para të spastrimit etnik në rajon, thot Destani. Materialet e muhaxherëve i ka përgatitur Ministria e Jashtme e Anglisë me Ministrinë e Jashtme të Turqisë. Po. Domethënë, është fjala për 944 fshatna dhe përveç qyteteve, ku ka qenë Nishi, Prokuplja, Vranja, Kushumlia. Dhe është një situatë jashtëzakonisht e dhimbshme, një problem që për kohën ka qenë pastrimi i parë etnik që ka ndodhur ndër shqiptarë dhe gati në gjithë territorin e Ballkanit. Një ma herët ka ndodhur me ca bosnjak, 1962, por numri ka qenë shumë i vogël. Kjo është shpërngul prej territorit që ka sot Serbi, që është shpërngul në Bosnjë prej Serbisë, por numri ka qenë i vogël shumë, domethënë nuk ka pas shumë perspektive, por kjo është numër shumë bukur i madh shumë. Kjo është pastrimi i parë që bëhet me dhunë nga ushtria e Serbisë me bashkëpunim me ndihmën e ushtrisë e oficerëve rusë dhe paramilitarëve rusë. A janë këto të evidentuar në këto arkiva? Po. I keni pa? Po, i kom botuar edhe original një pjesë. A i ke marrë? Po, dhe janë original, po. Ka peticionet shumëta, domethënë janë familje, një familje, domethënë që kanë pas mundësi, i kanë shkruar peticion në qeverinë britanike dhe janë ankuar. Çfarë duken ato peticione? Peticionet janë me dorë shkruame, janë disa faqe dhe në fund në shkruar, për shembull, pasha i Nishit me bashkëpunëtorët e vet, me njerëz që kanë pas pasuri, i kanë shkruar qeverisë britanike dhe kërkojnë për drejtat tona, për tokat tona që na kanë uzurpuar qeveria e Serbisë. Kryesisht në frëngjisht, se gjuha diplomatike ka qenë në gjuhën frëngjisht. Në atë kohë? Po. Edhe ka dhe ca që janë osmanisht shkruar. Ka në vullet e vetë, a i A mund të deshifroni osmanishtën? Unë nuk e njoh, po ka një që i deshifroj. Po zakonisht të kanë edhe përkthyme, edhe në anglisht i kanë përkthyme. Të thash, domethënë është arkiv... Po, i përkthejnë, po. Letrat e Ali Pashës, një pjesë e madhe në shkruar me greqisht, që ka korresponduar me qeverinë britanike, me konsulit britanik, por brapa letrës në gjuhën greke është përkthimi në anglisht. Profesor, ç'është është figura e Ali Pashës në ato dokumente? Se na nuk e njohim shumë. Po, deli është zakonisht pozitiv. Fatkeqësisht perioda e Ali Pashës të kohës komunizmit në Shqipëri nuk është studiuar si duhet. Vile e kanë linçuar një farë. Po, edhe e kanë quajtur si njëri tiran, si njëri kështu kot fare, nuk ka, domethënë as libra të mirë, është libri i vetëm që është Sabri Godës, që është një roman historik, nuk është libra kështu studiu. Edhe tani, sot kanë dalë ca libra, po akoma nuk ka libra shumë, domethënë, të mirë për Ali Pashën. Janë disa elemente shumë interesante. Ali Pasha ka qenë shumë i fuqishëm, ekonomikisht dhe politikisht. Jashtëzakonisht, domethënë, ka qenë i lidhur me Mehmet Ali Pashën e Egjiptit, ka bashkëpunim me Mustafa Bushatit Shkodrës. Dhe interesant që kom zbuluar, armat i ka bler në Prizren. Armat kryesore që i kishte bler, ka qenë në Prizren manufaktura më e madhe që janë prodhuar armat, pistoletat edhe kuburet e ndryshme edhe pushkët e gjata që janë prodhuar në Prizren. Prizren ka qenë jashtëzakonisht i qendër dhe ishte shumë e fuqishme edhe që janë marrë me tregti. Edhe janë ato të evidentuar në këto arkiva. Megjithatë, krahas pasurisë së arkivave ndërkombëtare vihet në dukje mungesa materialeve të hershme në arkivat shqiptare, çka e bën edhe më të rëndësishëm kërkimin jashtë vendit.
Arkivat e shembull në Shqipëri ekzistojnë prej kohës pavarësisë Shqipërisë. Ma herët nuk ka arkiva, ka shembull koleksione private të njerëzve që kanë qenë pashallar, bejler, ndryshëm që kanë lënë ndërshkrime letra ato, po arkivi i Shqipërisë është themelu mas luftës. E vonë. Po, biblioteka themelu para luftës, por problemi është që vendet tjera japin shumë rëndësi arkivave. Te na akoma nuk është një ndjeshmëri e madhe për arkivat dhe bibliotekat që janë shumë rëndësi. Po sigurisht ato të tregojnë identitetin. Po, edhe domethënë baza e historisë, baza e kaluarës është shumë rëndësi për ndërtimin e një të ardhme të sigurt dhe një të ardhme të ndritshme, domethënë që na duhet jemi shumë krenar me historinë tonë, çfarë ka qenë dikur, është shumë rëndësi. Dhe në Kosovë, arkivi i shtetit është kur themeluar në kohë vitet 60-70 dhe themeluar arkivi i Kosovës, tash është agjencion faktikisht, është arkiv. Përveç Londrës, Destanit thekson rëndësinë e arkivave të Stambollit, të Romës dhe të Vjenës, ku ruhen dokumente të shumta për historinë shqiptare. Arkivat më të rëndësishme, domethënë është Stambolli, Roma, Vjena. Mandej vjen Londra dhe këto vende tjera. Keni pa këto Stamboll, Roma, Vjenë? Kom qenë Stamboll një herë dhe në Ankara kom qenë para një vjet, gati një vjet, ma pak se një vjet, dhe kom qenë dosjen e Abdul Frashit, kom qenë sa dokumenta për Imir Prizrenin, kom qenë sa materiale shumë interesant për Ohrin. Apo? Ka qenë në atë kohë, kush si është qeverisë, raportin e popullsisë me popullsinë vendose. Tani faktikisht ka shumë pak shqiptarë aty që jetojnë. Është interesant. Çfarë thuhet atë? Po tregon që një pjesë e madhe popullsia ka qenë ndryshe, nuk ka qenë edhe Ohrin zakonisht e kanë qeverisë shumica që kanë qenë me origjinë shqiptare, në kohë gjatë. Edhe ka qenë në kohën e shekullit 18, 17 ka qenë qendër e kishës katolike dhe qendër e kishës ortodokse, ka qenë një qendër jashtëzakonshme. Një nga zbulimet më të rëndësishme të tij është stenogrami i Kongresit të Manastirit, i panjohur deri tani dhe ai rrëfen ekskluzivisht për Radio Kosovën. Kohët e fundit, pjajap si ekskluzive se kam për një rastin, për marrim një ngjarje që ka ndodhur, një për çështjen e Maxherëve, që e përmendëm. Një njëjta ngjarje që ka ndodhur, raportohet edhe në Rom, raportohet edhe në Berlin, edhe në Vjenë. Në Amerikë s'kan pas amerikanë, s'kan pas shumë në atë kohë. Interesi i Amerikës nuk ka qenë dhe s'ka qenë përfuqi, ma vonë fillon në shekulli 20. Tani, për disa raste, shembull, po të krahasohen dokumentat, edhe dalin identike, domethënë ngjarja është e vërtetë, nuk ka sajes ose diçka që kanë opton se i kanë ngjarjet e mëdha që kanë ndodhur, i kanë marrë kopit edhe vende tjera, që kanë pas përfaqësues tyre diplomatik. Shumë dokumente të rëndësishme historike mbeten ende të humbura ose të pa identifikuara, gjë që shton urgjencën për ruajtjen dhe digitalizimin e tyre. Nuk e di na
akoma kopjen e Mesharit, ku është një kopja tjetër, nuk dihet akoma librat dokumenti i pavarësisë Shqipërisë ka humbur, po janë ca gjëra që Po profesor, gjithë këto punë që kanë me u bën terren më vërtetu kjo histori ose ky identitet, është rrezik me u humb ajo nëse nuk i rrihet gati puna e shkencëtarëve si ju ose Jo, kanë fillu me punu, janë institut historisë i arkeologjik, dhe në Shqipëri kanë fillu, po të punë shkojnë dalë nga dalë, dhe më thonë, iniciativat private ndonjëherë janë edhe të mira, po unë besoj që institucionet shtetërore do të marrin masa, do të ndryshojnë këtë qasje, që të ketë një qasje ma pozitive ndaj gjetjes e materialeve, sjelljeve të dokumentave që kanë lidhje me historinë shqiptarëve, këto të reva që të mjesë studiorën, edhe të digitalizojnë që në mënyrë këta të hujt t'i përdorin, dhe më thonë, t'i përdorin... T'i krahasojnë. Absolutisht. Pasojat e regjimit komunist në Shqipëri në historiografi konsideron të mëdha, duke lënë boshllëqe dhe interpretime të kufizuara. Kërkimet e reja po përpiqen të rindërtojnë një pasqyrë më të plotë të historisë, thot Destane. Dëmi që i ka bojë regjimi komunist i Shqipërisë historiografisë është shumë i madh. Apo? Jashtëzakonshëm. Do të thonë, është edhe akoma ka tekste që vlerësojnë që periudha e komunizmit në Shqipëri ka gjëra shumë pozitive. Që ende dëmton, domethënë. Absolutisht. Nuk ka pas liri shtypi, nuk ka pas liri mendimi, janë vrarë afër 50.000 veta, domethënë që janë shpërngulur numri i madh i njerëzve. Janë vrarë intelektualët më të mirë të kohës. Domethënë është dëm shumë i madh jashtëzakonshëm. A do të më po sa janë bërë hiç kërkime për këto viktima? Kanë fillu me... Unë e kom botu një libër për dosja amerikane e Shqipërisë komuniste dhe jam nga arkivat e Radio Evropës së Lirë, që janë në qendrën e kanë në Budapest, po dhe në Amerikë kanë qendrën. Aty janë raportet që kanë intervistuar amerikanë, çdo shqiptar që ka ikë në atë kohë, për viteve 50-60, ka ikë në Evropë, në Amerikë, dhe kanë intervistuar dhe çfarë kanë parë kur kanë në Shqipëri, çfarë ka qenë gjendja. Vrasje, torturë, 4 raste që janë varros njerëz të gjallë. Vrasja e këtyre rishtërive katolikë që kanë mësuar më shumë se çdo komunitet tjetër. Është numri i tyre i përshkatuar, thonë është një gjë të mëshme. Për shekullin 19, arkivat amerikane janë veçanërisht të pasura, ato përmbajnë studime dhe analiza të detajuara për çështjen shqiptare, sidomos gjatë periudhës së pas luftës së parë botërore. Figura si Woodrow Wilson kanë pasur rol të rëndësishëm në mbështetjen ndërkombëtare të Shqipërisë. Arkivat amerikane janë më të pasura, për mendimin tim për shekullin 20, sidomos konferencën e paqes që kanë dhënë, 1918, janë jashtëzakonisht të pasur, domethënë ka të kohës konferencës ambasadorëve, konferencës paqes 1918-1920, kanë bërë libra, studime amerikanë, janë marrë me punën problemet që kanë pas shqiptarët. Do të thonë studimet jashtëzakonshme për tema të ndryshme, sidomos për çështjen e kufive, sidomos për çështjen e se prezidenti Wilson e ka ndihmuar Shqipërinë. Jo vetëm ato 14 pika, po ka korrespondencë, letra që i ka dërguar, që i ka lexuar ky vet. Të falenderoj disa misionarë amerikanë që kanë njoftë, një prej tyre ka qenë George Herron, që ka qenë miki Adamit Bey Frasherit, që në gjuhën e popullit njifët doktor Adamudoj, që ka shumë një... E kjo ka ndihmuar shumë, do të thonë edhe ka njoftë problemin e Shqipërisë, deri në moment e ka ndërprer se Shqipëria nuk, se ka qenë shumë afër të mund ndahet Shqipëria. Do thonë një antropologji komplekse e kohës. Po, patjetër. Në studimet bashkëkohore, bashkëpunimet ndërkombëtare kanë sjellë në dritë dokumente të reja për figura si Hasan Prishtina, ndërsa historianë si Noel Malcolm kanë kontribuar në njohjen më të gjerë të historisë së Kosovës. Ke dokumenta për Hasan Prishtina, që kanë botuar një libër vetëm dosja italiane. Që ka në italianë që kanë shkruar për Hasan Prishtina. Çfarë shkruajnë?
Po, të regojnë pra identitetin e ti, armik nëmër 1 i Serbisë, pa kompromis kundër kështu. Natyrisht, bashkëpunimi italian nikoj e kanë pasi person që mund të azarën së edhe Meritin Zokë. Apo? Po, kër e kanë kuptu që nuk ka aq popularitet, atëre janë distancu dhe nuk kanë nësi. Çfarë figure? Po, pa tjetër. Dhe më thonë, përveç këtyre librave, dhe më thonë, librat, kam bëtu një libër për qeshin e kufive, dhe të luzës Kosovës, është bëtu një 200 faqe me një kuti me harta, kufit e Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo e Kosovës ishte pak për shkak të luftës, bëtu si futi, por dhe më thonë, dhe në gjithë raportet, si është kriju Shqipëria dhe ideja si ka qenë prej shekullit 19 deri kur është vendosë skrimi e këto hartat, ku i more? Hartat i kom marrë në Arkimin Britanisë Madhe edhe në vendet ndryshme. Kom bëtu një libër me harta, një libër të madh. Që ka emrin? Mapin Etnik Albania. Okej, që nga interesant me pa. Profesor, po du me më ndalë pak edhe të Noel Malcolmi, e keni pa ju, keni pas rast me kontaktuar? Po, Noel Malcolm e kom njoftë në Angli, kom shku edhe e kom lexuar librin, kom qenë i pare, i vetëm shqiptar pak që ka lexuar para se më botu librin. Edhe kemi bashkëpunuar nga dita e parë kur ka filluar me shkruaj librin e Historia e Kosovës. Po. Dhe për mendimin tim është del edhe privilegj shumë i madh që ky ka qenë në anën tonë edhe në anën e drejtë historisë. Më thënë është mik shumë i madh. Mandaj ka botuar disa libra të tjera për botuar artikuj për Shqipërinë dhe shqiptarët. Megjithatë, sfidat mbetën të shumta. Bibliotekat dhe arkivat në vend përballën me mungesë investimesh dhe me një proces të kufizuar digitalizimi që shpesh nuk i bën materialet lehtësisht të përdorshme për studiuesit. Këto është punë e shtetit, do të thënë qeveria ndihmon kur ka nevojë, po besoj se është kjo besoj se kjo është shumë e rëndësishme për trashëgiminë kulturore. Këtu në Kosovë ka ma shumë ndjeshmëri se në Shqipëri, të në drejtën, interesi pak më i madh. Por akoma nuk është i mjaftueshëm sa kemi nevojë. Po ti shohësh shembull bibliotekat janë në gjendje të mëshme, arkivet edhe më keq. Edhe thonë interesi për ruajtjen e materialeve të rëndësishme, domethënë që ka të bëjë me shtetin, me ardhmërinë, se një dokument sot që prodhon një ambasador, ose një ambasadë, ose një ministri e kulturës për çështje ndryshme, domethënë, sot mund të jetë pa rëndësishme një dosje, por nesër ajo mund të jetë shumë e rëndësishme pa me studiuar punën e kësaj ministrie apo ambasadës ose ministrisë jashtme se çfarë kanë bërë. Në mendimin tim është ndoshta s'jam i vetëm këtë ndami, ka shumë njerëz që mendojnë si unë, po interesimi do të jetë pak më i madh dhe kujdesi do të jetë pak më i madh për shembull tek na, tek në Kosovë dhe Shqipëri, fjalën digitalizim mund ta dëgjoj gjithandaj. E kërko nuk është ekzekutuar. Por digitalizim nuk bëjnë, faktikisht bëjnë skanim. Edhe Shqipëri dhe në Kosovë. Kërkimet vazhdojnë, fokusi veçantë mbetet pikërisht dokumenti i mëtejshëm i Kongresit të Manastirit dhe studimet të tjera që lidhen me historinë moderne shqiptare, thot Petullah Desani. Jam të punuar për Kongresin e Manastirit, scenogramët, edhe